Agjencia Mbikëqyrjes Policore ka ekzekutuar 3 masa sigurie të miratuara me vendim të gjykatës së Elbasanit. Kolegja Entelia Duka do të njoftojë më shumë se për çfarë masash sigurie po flasim dhe cilët janë personat nën hetim, Entelia. Po, përshëndetje Sebastiane, në fakt Agjencia e Mbikëqyrjes Policore rajoni Elbasan Korçë ka ekzekutuar 3 masa sigurie ndaj 3 shtetasve dhe bëhet fjalë për një procedim dhe hetim të nisur të shmo prej disa kohësh nga ana e prokurorisë së Elbasanit dhe bëhet fjalë për 3 ish zyrtarë ku 2 prej tyre rezultojnë që të jenë edhe më herët të pjesë e strukturave të vetë Agjencisë Mbrojtjes Policore dhe një personi të tretë i cili rezulton që të jetë ishte drejtori i policisë bashkiake në qytetin e Devollit e konkretisht bëhet fjalë për ish drejtorin AMP-s Glodian Ahmetaj, për ish drejtorin e policisë bashkiake Klevis Hoxhën, po ashtu edhe për ish shefin e sektorit AMP-s në Devis Agon. Në fakt, gjatë ditës së sotme, gjykata ka vendosur edhe masat e sigurisë ndaj 3 ish zyrtarëve. Për ish drejtorin e AMP-s Glodian Ahmetaj është vendosur masa ndalimi i daljes jashtë vendit, si dhe dorëzimi i mjeteve apo dokumentave të identifikimit për të mos lejuar daljen e tij jashtë vendit, ndërkohë për ish drejtorin e policisë bashkiake në qytetin e Devollit Klevis Hoxhën është caktuar masa paraqitja në policinë gjyqësore të paktën një herë në muaj, pra në fillim të çdo muaji, si dhe ndalimi i daljes jashtë vendit. Ndërkohë që po ashtu për personin e tretë, i cili rezulton që të jetë shtetasi Devis Ago, gjykata ka vendosur paraqitje në policinë gjyqësore me detyrim të paktën për një herë në çdo fillim muaj. Ndërkohë që në grupi hetimor më bën me dije se ka zbarkuar në 3 banesa gjatë ditës së sotme për të patur të plotë edhe akuzën ndaj 3 ish zyrtarëve. Të paktën organi i akuzës sipas informacioneve të cilat unë kam mundur të siguroj në mënyrë jo zyrtare por konfidenciale, më ka bërë me dije se më herët ka pasur dyshime se të 3 ish zyrtarët kanë shpërdoruar detyrën, por nga ana tjetër nëpërmjet këmbguljes të tyre apo imponimit në mënyrë të vazhdueshme rezulton se u kanë marrë para qytetarëve në mënyra dhe forma të ndryshme, qoftë për t'i lejuar ata për të ushtruar aktivitetin e tyre i cili ndoshta jo gjithmonë ka qenë komfort ligjit dhe rregullave në fuqi, apo edhe të një presioni, më falni, në mënyrë indirekte. Dhe kjo ka mjaftuar që në fakt prokuroria e Elbasanit të nisi këtë hetim. Entelia, faleminderit. Do të lidhemi sërish nëse do të ketë të reja të tjera, të përshëndes.